futet. Sa mujmë ndëshku bre Arian, se Do të futet rrjetet sociale. Le të sheh propagandën e mollës që bëhet. Në rregull kjo, domethënë ti mund me pjesë strategjike. Unë nuk kam ka qenë më ndryshën kaluar. Po ku ka qenë më ndryshën kaluar? Nuk është çështje pjesë strategjisë dhe do të më legjitime partitë politike me aspiru rezultat më të mirë, është legjitime opozita me kërku gjithmonë zgjedhje. Është kreli, por objektivisht, po tash unë nuk e mohoni as ju ata e as juve, as a juve. Nuk keni më zhduk ju, pa konsensus nuk ka më zhduk lëvizjave të vendosje për 3 muaj tashmë. Për 4 muaj tashmë. Apo në veç një sekundë. Keni me me 2 po. Vajç pak një sekundë. 890. Përka që unë kam dëgju që opozita herë kërkon dërheqjen time, herë kërkon shkarkimin tim, e herë kërkon zgjedhjet parakoshme. Vlerën t'ju them që zgjedhjet e parakoshme në Kosovë nuk i konvenojnë as qeverisë edhe as opozitës. Opozitës nuk i konvenojnë zgjedhjet se i hub, e qeverisë nuk i konvenojnë zgjedhjet sepse zhduket opozita. Unë jemi interesuar që ta mundin zgjedhje opozitën, po jo ta zhduki. Nuk qëndron... 18 shtator 2023. Po mirë dhe, nuk qëndron heq. Do dhe e kemi parë në zgjedhjet e në shkurtit, e kemi parë dhe me 28. Sepse sfidat që i imponon që ky sistemi jonë proporcional, kjo kushtetut, e nënkuptojnë një nevoj për kompromis. Dorën zemër ka ndodhë diqka. Në shkurt, një pjesë e opozitës u këthy në kuvend. Mas kësoj deklarate. Fatmi Limaj. Mirë ka bo. Mirë ka bo. Po më ndeja dhe deklarata më kanë gjithë ditë. Do thot, ajo që presim të azëm, nëse zgjedhjet marë në qershor, kur do që marë, maj, kur do që vendosët, një ditë pas, keni me pas nevoj me zgjedh president. Pra, një ditë pas, kushtetuta ju ka thonë që vendimi parë i rëndësishëm është presidenti. E prap keni me marë që të rrujës. Prap keni me marë që të pikë. Do thotë, edhe ju dhe ata. Ky është cikli. Do bërë, mujmë ta përsërisim edhe herë, mani edhe një parë zgjedhje shtator, po prap që aty jemi. Të qajë pikë. Në një moment të caktum, duni me përbi Bretkocën, 2 paltë. Ape gërditshme, është me përbi zhabën, po, zhabën, edhe duni me marrë vendimin e ja ju, ja pjesa tjetër. Unë nuk pajtoj me zotin Kurti, edhe pjesa tjetër ka kapacitet numrash për t'i bërë ato numra. Po cili do që tjetë, nëse kur gjë tjetër nuk mundeni me bon këtë proces tash, nëse nuk zgjedhet presidenti, ju mund të dialogoni se qysh kena musil një ditë pas që atyre zgjedhjen. Në mënyrë që mi evitu krizat e një pas njëshme. Se tash mundet mos me u zgjedh presidenti sepse nuk bën 80 vota knej, po në qershor mundet bët njëjti problem sepse palja tjetër anej vendos me që i kombinojnë një palë zgjedhje tjera. Pra, duhet dalet përfundimisht këtë cikël sepse kemi hinë në një qërsokak, një spirale, në cilën prej cilës... Në një rrëdh vicios. Rrëdh vicios prej cilës nuk mund dalim pa idenë e marrëveshjes. A ju pëlqen zoti Kurti? Pas besoj që ju pëlqen. A ju pëlqen a juve? As ati si pëlqen ju. Po, kjo politika. Duhuni me marë atë vendim. Dhe unë ju inkurajoj që kjo të ndodhë ma herët se ma vonë. Mund t'i thejmë mund të dhe një 2-3 herë, po prapë që të kemë bëbri. Kjo është arsyeja pse qytetori i Republikës Kosovës duhet me ndëshku me votë. Ai e ka fuqinë më të madhe, ai po i orkestron dromat, ai po i bën telenovelat, ai po abuzon me fuqinë politike që e ka. Pra, duhet me ndëshku me votë edhe votën do të me drejtu të Partia Demokratike dhe Partia tjera opozitore. Në mënyrë që edhe me pos balancim, edhe me u zgjidh president dhe me pos qosje racionale edhe në nivel të përgjithësisë. Për këtë arsye jam i bindur që ai ka më ndëshku. Ka më ndëshku me votë se qytetori e ka votu me qeverisë. Nuk e ka votu qytetori me bo drama edhe me pos këtë qosje e këtë performancë shfore për shumë edhe prej ti edhe prej eksponentëve ti. Pro, kjo është gjuhë, kjo mënyrë që e largon bashkëpunimin, nuk e afron bashkëpunimin. Nuk mund është të